Selam aleikum të nderuar shikues të ekranit të PIS TV-s. Ja ku po takojmë në një tjetër emision të ri këtu në kuadrë të freskisë verore. Si çdo herë gjatë këtyre javëve jemi munduar të trajtojmë aspekte të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me përditshmërinë tonë, me gjërat të cilat janë koherente në këtë stinë, por edhe ato të cilat janë më të rralla që i dëgjojmë, siç është kjo e rubrikës së parë. Kemi ardhur në qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut dhe do bisedojmë me një doktor specialist për të parë se si zhvillohet puna në këtë institucion, si dhe shumë materiale të tjera pas kësaj rubrike. Qëndroni me ne. Po pra të ndëruar miq, ashtu dhe si që bëra paralajmërimin pakës më herët, tani është koha të zhvillojmë intervistën me specialistin e transfuzionit të gjakut, doktorin Beti Morina, me të cilin do bisedojmë në lidhje me punën që zhvillohet pra në kuadër të qendrës kombëtare të transfuzionit të gjakut. Nderuar, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën që të zhvillojmë bisedë këtu në ambientet ku ju e zhvilloni veprimtarinë tuaj. Përshëndetje, edhe për neve është kënaqësi kur bëjmë intervista dhe japim informacion publikut tonë. A mund na thoni fillimisht se si është gjendja me rezervat e gjakut në këtë stinë të verës kur po flasim? Me të thonë drejtën, na verën e kemi një sfidë veçantë. Pasi që shumica e njerëzve janë në përpushime, është temperaturat janë më të nxehta, janë njerëz jashtë institucioneve, jashtë qyteteve ose jashtë vendeve, po fatmirësisht dita ditës po shtohen dhuruz vullnetar, po ndërgjegjësohet populli dhe pedin vështirësitë tona që i kena për dhurimin e gjakut. Muj me thonë me kënaqësi që ky vit është një vit shumë i mbar, jemi me numër të dhuruzve shumë mirë, nuk kemi pas ndonjë mungesë të veçantë për me pas siklete, sikur që kemi pas edhe verave të tjera. Thjesht muj me thonë që është një verë e mirë e cila na nuk mund të vetë kënaqemi, edhe pse jemi mirë, pasi që jemi një institucion me rëndësi të veçantë dhe me rrezikshmëri shumë të lartë, neve gjithmonë na duhen dhuruz tjerë. Sigurisht. Dhurimi i gjakut padyshim se është një nga aktet më humane të cilat mund t'i bëj njeriu me dëshirë, pra me vullnet plot. Sa kemi arritur ne si popull ta arrim këtë nivel të vëdësimit dhe të edukimit që në periudha ndryshme gjatë vitit të dhurojmë gjak edhe kur nuk kërkohet nga ne. Kur themi na dhuruz vullnetar, janë ata dhuruz që vinë japin gjak tek ne pa i kërkuar. Do më thonë, sepse në qoftë se na i kërkojmë gjak dikujt për familjarën e vetë, quhen dhuruz familjar. Edhe ata janë dhuruz vullnetar, po janë dhuruz të dedikum. Do më thonë, ja dedikon gjakun e vetë për një familjarën e vetë që e ka smur. Veç fakti që i thonë, dhuruz vullnetar janë ata që vinë vetë, lajmërohen vetë dhe japin një pjesë të trupit vetë në pjesë të trupit vetë, apo gjakun ja japin një pacientit për me shpëtu. Vetëdijsimi është i kënaqshëm. Do më thonë, jemi në nivellet shumë të mira të dhurimit gjakut vullnetar, kemi dallim shumë të madh me dhuruz familjar, por na duhet edhe pak punë për mi mbri nivellet evropiane dhe të botës së zhvilluar. A organizoni kampanja vetëdijsuese apo si arrini ta sensibilizoni masën pra që ju asnjëherë pra të mos mbeteni pa rezervat e duhura sasisë gjakut? Atëherë, transfuzioni nuk ka fillu sot. Transfuzioni ka një traditë lartë të na dhe në gjithë botën. Në transfuzion është një energji pak më ndryshe. Përveç organizimeve, na në çdo vend ku jetojmë, ku punojmë, ku veprojmë, na gjithmonë i shpjegojmë për gjakun dhe benefitet që kanë njerëzit që japin gjak. Por në anën tjetër ja u shpjegojmë edhe punë që i kryen gjaku i tyne. Do me thonë, në qoftë se një pacient ka nevojë për gjak, nuk mundet mu zaventu, nuk mund mi dhon ilaçe, nuk mund mi dhon diçka tjetër, nuk mund me prodhu dikush, nuk mund me blej, pa tjetër duhet me marrë gjakun prej dikujt tjetër. Sigurisht. Por a hasni edhe në raste të tilla, për shembull, kur një pacient ka dëshirën dhe vullnetin për dhuruar gjak,
po për ndonjë faktor në aspektin e tina të shëndetësor, po i pamundsohet apo nuk i lejohet dhënia gjakut. Shpesh herë na e përdorim një frazë këtu edhe i thojmë dhuruzve tonë, se na si kemi pacientë, kemi dhuruz, i themi që kur t'ju thojmë na që keni drejt me dhënë gjak, ju duhet më kanë të kënaqën. Faktikisht, një personi që i lejohet me dhënë gjak i bjen që nuk ka smundje kronike, nuk ka probleme shëndetësore, nuk ka asnjë siklet i cili ja ndalon dhurimin e gjakut. Thjesht çdo dhuruesi që i themi na mundesh me dhënë gjak, me probabilitet shumë të madh ai duhet më kanë shumë i shëndosh. Sigurisht. Ndërsa nga mësimet, pra ne që nuk jemi të kësaj fushë, pra nga mësimet që i zhvillojmë në për shkollat gjatë arsimimit tonë, ndoshta kemi informata minimale të kësaj natyrës. Për shembull, dim që ekzistojnë 4 grupe, por gjithashtu kuptojmë se edhe ka mungesa specifike të ndonjërit grup. Si qëndron kjo problematike? A hasni çdo herë vështirësi në ndonjë grup caktuar për të siguruar? Sikur çdo, domethënë, vend tjetër shëndetësor ose klinik tjetër, na i bëjmë planifikimet e tona. Për dallim pikë gjitha klinikave tjera që janë shëndetësore, ne nuk mujmë me bë planifikim shumë të madh. Ideja është se në qoftë se na nuk mujna me parashiku, edhe pse emergjenca i ka, domethënë, problemet kryesore që i përballon, emergjenca mundet me ble fasha, mundet me ble shiringa, mundet me ble rezervë. Na kemi gjak rezervë, por nuk mujna me planifiku për shembull kush plagoset sonte, ose kush ka me bë aksident sonte. Ideja është që shumicën e rasteve kur të bojnë aksident, ata janë familjar. Në shumëtën e rasteve familjarët e kanë grupin e njëjtë gjakut. Edhe automatikisht çaj grup që mirët sonte shumë nesër mungon. Mungesa të mëdha të pasgjithshme pothuajse nuk kemi, po kemi mungesa normale. Për shembull, zakonisht janë grupet negative më të rralla, po edhe kërkesat janë më të vogla. Jo gjithmonë kur ndodhin aksidente ose plagose na jesim pa gjak, se mundet me qenë për shembull 0 pozitiv, na s'kemi problem, se kemi sasi më të madhe, qoftë prurje kemi më të madhe për dhuruzve, edhe kërkesa kemi më të mëdha. Por në ndonjë rast mundet me qellu për shembull një aksident me një grup gjakut i cili është negativ, ose që kemi më pak na, automatikisht nesër ne kemi problem çat grup gjakut. Nuk ka për shembull ky grup është pak ose ky grup është shumë, ose ky grup na bën problem neve, ky grup s'na bën. Për neve kemi thonë edhe shumë herë, grupi i gjakut që mungon atë ditë, ai është më i rralli. Sigurisht. Ndërka që tek personat që kanë vullnet dhe energji të shtuar për dhuruar gjak, a ekziston ndonjë rekomandim mbi sa herë nuk lejohet dhënia gjatë vitit? Po, na i kemi rregulloret tona, domethënë e kemi ISBT-n, i kemi domethënë guideline-et tona, i kemi shoqatën tonë të cilët na urdhërojnë ose na rregullojnë kur mundet me dhënë gjak dhe kur s'mundet. Pju them shkurt, pastaj po mundona më elaboru edhe ata juve. Mashkujt kanë drejt me dhënë çdo 3 muaj. Domethënë sapo të kalojnë 3 muaj kanë drejt me dhënë. Femrat kanë drejt me dhënë mas 4 muaj për shkak të natyrës tyre, ciklit menstrual dhe humbjes së gjakut. Ideja është që shpesh herë neve na pyesin dhurust, pse mu më duhet 3 muaj ose 4 muaj për me zaventu gjakun që ma merrni, na ja shpjegojmë. Gjaku zaventohet shumë shpejt, langu i gjakut ose plazma zaventohet për 1-2 ditë, elementet e gjakut zaventohen për disa ditë varësisht për moshës, gjinisë, kushteve, ku jeton, lartësisë mbidetare, janë do gjana, po këto domethënë përmirësohen ose mblidhen me njerë në organizëm, por organizata botnore e shëndetësisë dhe shoqatat tona e kanë lënë këtë diferencë për shkak që ai që dhuron gjak mos me pas kur një far rreziku. Domethënë me qenë rreziku atij që jep gjak 0% i shfaqur. Po. Një proces i dhurimit gjakut, sa minuta zgjat për atësisht? Atëherë, me të thonë drejtën, procesi i dhurimit gjakut është shumë interesant. Dikuj duket që zgjat shumë, dikuj duket që zgjat pak. Kur japin gjak na e shohim edhe vetë, ulen këtu, është një atmosferë shumë e mirë. Kur është atmosfera e mirë, ata as nuk e din sa kanë nejt këtu. Është i vetmi vend që dhurues nuk thonë u vënova shumë. Për shembull, kur vjen mu lajmëru, është një pranimi ku lajmërohet, është punë minutin, nëse është për herë të parë i caktohet grupi i gjakut, regjistrohen dhënat, nëse është për herë të disa herë vetëm i printohet kartela dhe vazhdon një vizitë doktorit që është e përgjithshme që mundet me zgjat 1-2 minuta, edhe ajo nuk i merr kohë shumë. Por kur ulet domethënë karrige me dhënë, derisa të përgatitet maksimalisht një 15 minutë, 20 minutë kryet gjithë procedura, që është shumë pak për punën që ka me bëj ai masi të çohet për asaj karrige. Ndërka që kur ju pyeta më herët pra rreth sëmundjeve kronike të cilat mund t'i ketë një vullnetar, në qoftë se një pacient i zakonshëm nuk ka një uri ndoshta për gjendjen e tij sepse nuk mban mend të ketë pasur ndonjë
përkeqësim. A ka ndonjë mekanizëm që e bën një lloj kontrolli tina që aty për aty ta kuptoj nëse është i denjtë për dhuruar gjak? Vetë fjalën, që që nise fjalin ti, dhe një pacient mundet mësë me ditë. Kur është pacient, na gjakun s'ja marrën. I pjenë që i smur. Të na duhet me thonë dhurus. Se si ti thu pacient, i pjenë që një smundje e ka. Këto e buna sa me ta elaborua dhe me ta kundështuat fjallin e parë që e the. Ideja është kështu. Ne, para prakesh, si e thashtë edhe më herët, ja bën vizitën sidomos për herë të parë, ja bën vizitën e detajume. Do me thonë, kontrollon doktori, ma tensionin i bojmë, gjitha gjona që e bën gjithë bota. Si rregull, dhurust të na janë sidomos vullnetarët, për që ato edhe kemi qef në menarë vullnetarët, janë njerëz të cilët edhe informuan para prakisht. Do me thonë nuk na lejnë njeve shumë punë për me informu për dhurimin e gjakut. Na ma shumë i informojmë ata që ka bëjmë me gjakun, që përpunojmë, çfarë benefite kanë pacientat që duhet me marrë gjak, ja spjegojmë që pacienti i cili duhet me marrë gjak në spital nuk mundet me marrë diçka tjetër, mundet me qenë milioner, mundet me qenë i vogël, i madh, pasionik, mundet me qenë me pushtet, pa pushtet, ku ka nevojë me marrë gjak, duhet me marrë gjak. Do me thonë, nuk mundet me thonë dikush unë jam i pasën, muj me marrë diçka tjetër, duhet me marrë vetë gjak. E thash në fillim, kur i themi që mundesh me thonë gjak, i bjen që aja është i shëndosh. Për atë, mes me hinë detaje, shka duhet me vlerësu qysh, ideja është që në momentin që na ja japim vizën, ja kemi bo vizitën, ja kemi bo check-upin në dhomën aty të mjekut, edhe ajo na bën neve që mja dhon thojza vizën për me dhuru gjak. E kam parasysh. Ndërkaq sasia e mililitrave të cilat i mirët pra një dhurusi, a dallon nga mosha në moshë, apo është një shablon që përdoret tek të gjithë njerëzit? Jo, këtu të na shablon nuk ka. Apo më kupton? Na, do të thonë doktori që ja bën vizitën atje, ai përveç që shef a ka probleme shëndetësore gjitha, ai e shef edhe sa e ka gjatësinë, sa e ka peshën, është për herën e parë, është femra mashkull, kena plot kritere na të cilat e kanë edhe një formular që e plotësojnë ata, po edhe na që e pyesim. Pasi që në do të thonë shpesh herë ata lexojnë formularin, po sa kuptojnë, sa se kuptojnë, na ja shpjegojmë detaj. Ka doza të ndryshme, ka qese të ndryshme, për mosha të ndryshme. E fundit, me thonë, për punën e sasisë së gjakut, na i marrim gjak një dhurusit, aq sa ati nuk ja prek shëndetin hiç. Kur thëm hiç. Shpesh herë me shakoj, thëmë që me bo me qenë gjumë, me ta mora gjak kus gjosh nuk e din shatë kemi bo. Përveç që, kur i jep gjak e shpëton dikon. Ndërkaq ju si qendrë transfuzionit gjakut, se keni bashkëpunimin me qendra tjera në për qytete tjera, pra sa ka sensibilizim edhe në për qytete tjera që bëhet kjo formë e dhurimit gjakut? Po, na jemi qendra kombëtare transfuzionit gjakut në Prishtinë, i kemi edhe 7 qendra. Do me thonë, është Mitrovica, është Vushtria, është Gjakova, Peja, Prizreni, Ferizaja dhe Gjilani, të cilat janë edhe kabinetet tona apo qendrat regionale. Edhe atje vazhdon një njëjti trend. Do me thonë, por sasia është shumë ma e vogël atje. Për shkak se gjithë spitalet, gjithë pacientat e rëndë janë të fokusuar në Prishtinë. Për atë edhe gjithë, do me thonë, edhe dhurusna automatikisht kemi me pas ma shumë, është normale. Po është një trend i rritjes edhe në qytete. Me thonë drejtën, ma herët qytetet i kemi pas pak ma anashkallum se kur nuk ki hall, edhe nuk e din që duhet me dhonë gjak. Halli ka qenë ma i madhë në Prishtinë, kanë pas pacienta ma shumë edhe në mësu me dhonë ma shumë në këtë zonë, do me thonë. Por është një e mirë e jonja që gjdo të dit janë të ushtu. Nuk e di a e kinë plan ma bo pytjen, të na në Kosovë bon edhe festa në për vendet ndryshme. Bon festa në për fshatna, kanë datat e veta, na shkojmë marim gjak, marim 300-400 doza. A din çfarë entuziazmi bëhet. Edhe nuk bëhet festë e thjesht, bëhet festë pa fe, bëhet festë pa gjuhë, pa gjithçka, bëhet veç festë e gjakut. Ka fshatna që kanë qef me rrit numrin e dhurimit të gjakut, ata kanë filluar mos kanë popullat. Për shembull janë 300 vet që mund me dhon gjak. Çish me rrit numrin? Fillojnë i thirrin vajzat e martuara që i kanë, fillojnë i thirrin nipa, dhëndurt për me rrit numrin. Domethënë është një trend shumë i mirë i cili po bartet nga një fshat në një fshat, ose nga një institucion në një institucion tjetër, ose në xhamia, në kisha, në kun marim gjak. Do me thonë, jemi njerëz, na bile shpesh i thomë edhe shokëve të mi, neve na një gjithë Kosova. Nuk ekziston institucioni, shkojmë në burgje, shkojmë në shkolla, shkojmë në fakultete, në xhamin, në kish, shkojmë në çdo institucion të mundshëm Republikë Kosovës. Jemi veç na që mujmë hiq gjithkund. E kuptoj. Kur jemi tek dhurimin në këtë aspekt, pra në këto mënyra institucionale, pra që fatmirësisht
ekziston kjo formë e bashkëpunimit. Si qëndron aktiviteti në kuadër të Bashkisë Islame, vrem për shembull se në xhamitë të ndryshme, në qytete të ndryshme, Bashkia Islame ndër vite ka organizuar kampanja të kësaj natyre. Sa jeni të kënaqur me aktivitetet që organizohen nga Bashkia Islame? Sikur e thash pak më herët, ka organizime të na nuk ka organizim të drejtuar. Gjaku kur hin në qese është i muslimonit, është i katolikut, është i pafes, ai kujt është gjak, ka me shpëtu dikon. Muj me përmend veçanërisht në xhamia që janë shumë të organizume, sidomos të premteve. Edhe kur e bëjmë na planin vjetor, xhumave, kur e bëjmë planin vjetor na, zakonisht premteve lënë të lira, se e dim që na thirrin xhamia. Xhamia që i kemi ata vazhdojnë, i kanë çdo 6 muaj, dikush e ka çdo, varësisht që i kanë organizimet e veta, dikush e ka çdo një vjet, por edhe të premteve zakonisht i lejmë se e dim që dikush ka më na thirr. Me të thonë drejtën kemi orë në një stat që tash i thojmë përpara i lutshim shumë, tash i thon me shaka këto, tash i thojmë që e kemi këtë premte të zonme, e kemi këtë ditë zonme, duhet më ashtu ditën. Domethënë jemi në nivelin që kemi filluar edhe na mi thonë që këto ditë i kemi zonme se dikur veç i lutshim a keni. Tash jemi në nivelin që kena fillu, domethënë është vetëdisu popullata, janë vetëdisu krejt, qoftë edhe institucionet, veçanërisht edhe Bashkia Islame me që pyete, janë të vetëdisum sepse e din rëndësinë e gjakut, edhe automatikisht ja u lejmë hapësirat. Nderuam të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për këta minuta që ndat me neve për të na informuar në detaje me gjithë këtë aktivitet që ju zhvillon. Kënaqësia ishte imja, faleminderit juve, punë të mbarë. Faleminderit. Të ndëruar shikues, pra ju sapo ndoqët intervistën në kuadër të qendrës së transfuzionit të gjakut e pas këtij ambienti kaq të ngrohtë dhe miqësor, kalojmë tek intervista qendrore. Po pra të ndëruar, tani është koha të zhvillojmë intervistën qendrore pra në kuadër të freskisë verore. Jemi thuajse në përmbyllje të muajit gusht e në këtë periudhë çështja më aktuale që është sigurisht se është përgatitja e shkollave për nisjen e ciklit të ri, fillimin e vitit të ri shkollor. Secila shkollë është në angazhimet kulminante, padyshim edhe aspekti i renovimeve është aktual në këtë periudhë. Për kaq ne kemi ardhur në shkollën më të madhe në komunën e Fushkosovës, shkolla që ndodhet mbrapa me Mihal Grameno, do të diskutojmë me drejtorin e kësaj shkolle për gjitha ecuritë që zhvillohen brenda një cikli arsimor dhe për çdo gjë tjetër që ka të bëjë me funksionimin e një shkolle, duke folur pra me drejtorin e kësaj shkolle Ismet Gashi. Qëndroni me ne. Dhe ja pra të ndëruar shikues, ashtu edhe si që bëra paralajmërimin pakës më herët, tani është koha të zhvillojmë intervistën qendrore në kuadër të freskisë verore, pra ku do të trajtojmë një temë që është aktuale për këtë periudhë, pra për kohën kur jemi në përmbyllje thuajse të stinës e verës, e tani më gjëja më aktuale padyshim është përgatitja e fëmijëve, pra më të dashurët tonë për të nisur një cikël të ri, një fillim të ri, duke dëshiruar që ky fillim të jetë sa më i mbarë padyshim. Tani jemi në ambientet e zyrës së drejtorit të shkollës më të madhe në komunën e Fushkosovës, shkollës Mihal Grameno. Do bisedojmë me drejtorin e kësaj shkolle, zotëri Ismet Gashi. Nderuar drejtor, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje fillimisht se dhe i dëshiroj mirëseardhje në shkollën tonë. Faleminderit, drejtor, ju jeni bukur gjatë kohë punonjës, mësimdhënës dhe pastaj edhe drejtor me vite në këtë shkollë, dhe sigurisht se ka breza e gjenerata të tëra që kanë kaluar për gjatë këtyre viteve dhe dekadave. Do dëshiroja që ta nisim këtë bashkëbisedim me një koment tuaj se si kanë qenë këto vite shkurtimisht, pra si ka qenë fillimi dhe gjithë zhvillimi deri në kohën kur po flasim i kësaj karriere kaq të ndritur që ju keni pasur. Faleminderit për pyetjen. Fillimisht
karrierën e kam nisë në Bojës së Qarinës, në një fshat Ramagoj atje, në vitin 84, si mëdhënës i gjuhës shqipe, një 2 vite, e pastaj në vitin 87 kam startuar në Selman Riz fillimisht, një vit e gjysmë. Pastaj kur ndërtu ky objekt, atëherë një pjesë e kolektivit kaluam në këtë objekt dhe pjesa e saj isha e dhënë. Edhe një 3 vite kemi punuar në atë kohë me sistemin kur ka qenë sistemi i Jugosllavisë. Edhe mas aty në 3 viteve, pushteti i asaj kohe na dëboi prej objektit të shkollës dhe sistemi i arsimit në Kosovë u detyrua një pjesë e madhe e tyre që procesin mësimor të vazhdojmë në shtëpitë shkolla. Edhe procesin mësimor e vazhduam në ato vite, 9 vite, luftë, sakrificë, rezistencë, që procesin mësimor mos ndërprehet, por fëmijët tanë të vazhdojnë me dijen e tyre edhe të arrijnë suksese. Po drejtor, cili ka qenë ai motiv shtesë, cili ka qenë ai frymëzim dhe ai ideal pra për këtë periudhë kaq të vështirë, pra për këto 10 vitet para luftës, pra që të mbaj kjo energji, ky vullnet dhe mas njëherë mos të shkputej, pra mos të ndalej aktiviteti i zhvillimit mësimit, po flas për periudhën e shtëpive shkolla. Sigurisht ka pas njerëz shumë patriot kohës të cilët pa asnjë dilemi kanë, ashtu edhe siç e thatë, shtëpitë e tyre i kanë ofruar për shkolla, por edhe nxënësit sikur kanë pas një vullnet dhe një energji, pra ndoshta shumë më të madhe se ditëve të sodit. Mendoj se edhe mësimdhënësit në atë kohë kanë qenë ndoshta edhe më të motivuar dhe përkushtuar. Si e përshkruani këtë periudhë? Dashuria e madhe për lirinë ka qenë edhe gjenerata para nesh, të cilët kanë vuajtur edhe burgjet, edhe vrasjet, edhe likvidimet e gjitha. Dhe ne këtë kemi mësuar edhe në librat e historisë, po edhe në gjuhë shqipe kemi mësuar ngjarje e poezi, e romane të ndryshme që kemi lexuar të kohës të shkrimtarëve tanë. Edhe kjo nështë ka qenë si lajm i motivimit tonë dhe i nxitjes tonë që të këmbgulemi edhe ne, të kontribuojmë edhe ne sa do pak, që ëndrrën e kamshme të shqiptarëve për liri ta konkretizojmë. Edhe na rahisë si gjenerat që të bëjmë një sakrificë më të madhe për të arritur këtë që sot e kemi edhe e gëzojmë bashkarisht. Është një motivim tjetër që në atë kohë ishte elita më e lartë e intelektualëve dhe e dijes të kombit tonë, po flas për Kosovën, të cilët u angazhuan pa hezitim që është momenti dhe koha që Kosova lirin do ta fitojë. Edhe ne e morëm këtë obligim shtesë, edhe secili mësimdhënës ka qenë në nivelin e detyrës, ka qenë edhe shumë përgjegjës, dhe kemi shumë situata dhe raste ku transporti na mungonte dhe ka ndodhur që me vetura ose me karrocë të kuajve prej Prishtinës ka ardhur, po asnjë orë mësimit nuk ka humbur. Do të thonë ka qenë ideal i jashtëzakonshëm, një dashuri e jashtëzakonshme për dijen, edhe kjo sakrificë, do të thonë, na ka dhënë edhe frytet e rezultatit që sot po i gëzojmë bashkarisht. Sigurisht. Dhe vjen një moment historik për vendin tonë, për kombin tonë, ku edhe fitohet liria pas shumë mundi dhe sakrifice. Pra, periudha e pas luftës, si ka qenë drejtor, cilat kanë qenë sfidat e para, pra në vitet e para pas luftës që trimë këmbët arsimin nivel vendit? Po si që dim, lufta na shkaktoi bukur shumë dame, si në njerëz, ashtu edhe në infrastrukturë. Edhe ne kur u kthyem si shkollë, fillimisht në këtë objekt u vendos KFOR-i anglez në atë kohë, sepse kanë qenë një pjesë e madhe e refugjatëve të Kninit, të cilët e kanë shfrytzuar katin e tretë të këtij objekti gjatë kohës kur serbët kanë marrë procesin mësimor në këtë objekt. Edhe në atë kohë nuk na lejuan që të kthehemi më njëherë në objektin e shkollës, për çështje edhe sigurie, ndoshta se ende kishte komuniteti serb në fushë Kosovë që nuk ishin larguar në atë kohë. Edhe ne filluam mësimin në objektin e shkollës Selman Riz, në pjesën e anekse kanë të shkolla atje, dhe ne vitin shkollor në atë kohë e filluam me 89 nxënës. Mirë, për gjatë vitit deri në fund vitit, për afërsisht diku ishin në 160 nxënës, po startin në shtator e filluam domethënë me këtë numër kaq të vogël. Dhe mas një viti ne u rikthyem në objektin e shkollës dhe ishte fest për neve që u kthyem në objektin tonë, sepse edhe hapësira dhe mundësia ishte më e madhe që të sistemojmë nxënësit si duhet edhe kushtet më të mira që të punojmë. Edhe ai ideali ishte ende aktiv dhe ne filluam vërtet të punojmë me një dashuri edhe më të madhe. Sigurisht. Edhe kemi arritur rezultate të mira edhe me nxënës, por edhe me mësimdhënës, i cili dallojnë më mirë se tjetri, fal veç bashkëpunimit dhe një harmonie që kishim krijuar në nivel shkolle. Tash këto vitet e fundit
që përjetojmë të revolucionit të madh të teknologjisë, po e shohim që kemi vështirësi. Ndoshta nuk do t'i gjykoja fëmijët që ata janë fajtorët kryesor, po përgjegjës jemi ne të rriturit, që kemi edhe profesionalisht të fushave të teknologjisë, të cilët shteti duhet të marrë idetë e tyre kreative, që ata me bë platforma të ndryshme, të qasshme, për me mujt me i implementua ato në proceset mësimore. Kanë filluar disa, po gjithëherë shkohet nga jona materiale, sa kushton projekti. Është momenti dhe koha që mos llogaritet vetëm ona e përfitimit, po edhe e kontributit. E ky kontribut do t'i shpëtonte fëmijën tonë, sepse i kemi shumë të shkathët dhe shumë të saktë fëmijën tonë. Bile, tash e 20 vjet jam si drejtor shkollë dhe nganjëherë mungojnë një grup i mësimdhënësve, edhe e shoh që nuk kam një aktivitet, diçka një angazhim, shkojnë atë klasë atje dhe hy, edhe moj qetësinë, po edhe flasin me nxënësit. Edhe gjithherë marr shembuj nga më të mirët të suksesshëm të shqiptarëve që janë botën e jashtme. Edhe njërën për atyre e përmendi Mira Muratin, e cila thot është truri i mendjes botërore. Edhe hyn klasë, edhe i them fëmijëve. Ne do të mburremi si këmbë, sepse kemi inteligjencën më të lartë me koeficient në nivel bote, siç e kanë vlerësuar të tjerët, janë japonezët të partë dhe të dytët, kështu thot janë shqiptarët me inteligjencë. Atëherë po vërtetohet kjo sepse Mira Murati është truri i inteligjencës botërore. Pse ju të dashur nxënës nuk e merrni këtë model, ai na ka qenë rrugën. Ju mund të zhvilloheni edhe më mirë dhe më shumë dhe më suksesshëm se Mira Murati. Edhe kështu ne e mahnitem edhe botën me inteligjencën që kemi. Ky është vullneti dhe dëshira dhe nxitja që duhet fëmijët tanë të motivojnë. Ta duan shkollën, të respektojnë rregullat, të fitojnë sa më shumë dije, edhe ta nesër të jenë të pavarur, të jenë të suksesshëm, po edhe kombit, po edhe njerëzimit besa i kontribuojnë. Sigurisht. Drejtori thatë që jeni pra për 2 dekada drejtor në këtë shkollë, pra në shkollën me Algramena. Sa është sfidë të qenurit drejtor, sepse sikur në të kaluarën pozitat, të thotë pozicionet janë parë si diçka për të mburur ose një lloj krenarie, por unë besoj që jam dëshmitar edhe i angazhimit pra tuaj dhe përgjithësi pra një drejtor shkolle i cili është i mirëfillt në punën që ai kryen, nuk ka hapësirë për komoditet. Cilat janë sfidat dhe preokupimet që të kam përcjell për gjatë këtyre viteve si drejtor shkolle? Ka shumë sfida në këtë shkollë tash 20 vite, sepse jam ballafaqur me mungesë hapësirës. Kur në 2006 në bëra drejtor, shkolla mesme ishte e pranishme këtë që shfrytëzonte objektin e shkollës se nuk ishte në objekt tyre. Edhe në atë kohë që edhe filloi numri i nxënësve të rritej, kështu u dashke me mesndrime, me ndrime, me ka 2, 3 besa, edhe nxënësit 18 vjeçar ishin me nxënësit 6 vjeçar në procesin mësimor. Kështu fizikisht pranija e tyre ishin një fobi për nxënësit 6 vjeçar. Isha shumë i vetëdijshëm për këtë. Mirë po tashit, ana kreative që nështë e kumë pasi dhunti, nështë edhe pjesa ime jetës që një 33 vite i kumë kaluar në teatrin e Fushë Kosovës, nështë e ka qenë një akademi për mu që më ka përgatit në këtë aspekt, edhe në shkollë që kam punuar vazhdimisht, më thënë e kumë ditë edhe ndjeshmërinë e fëmijëve se si të reagoj dhe si të veproj që ata të njenë komat dhe ta duan shkollën që ata të rrinë edhe rezultate. Edhe kështu që jo mundu pastaj në përndrime me i përshtat nxënësit me moshatarët e jo me të rriturit. Ka qenë sfiduese pastaj kur ikën shkolla e mesme se u ngulfat shkolla me numrin e madh të nxënësve që vinin për çdo vit, edhe gati mbrana vitit 100 nxënës i regjistrohet gjatë vitit. Isha vetëm, nuk isha zavens, nuk isha pedagog, nuk isha psikolog, vetëm sekretarën e shkollës. Edhe në ato vite dashkët formoja paralele. Formimi i këtyre paraleleve më shkaktonte shumë telashe, edhe shumë shqetësim, sepse tashit prisha ëndrat e atyre fëmijëve, prej së klasë 2-3 që ishin, i masha ka 7-8 nxënës, 10 nxënës për të krijuar një paralele të re, që ta zvogloj numrin e 40 që ishte bërë në atë paralele. Edhe ideja që ata fëmijë që i vendosin në tjetrën paralele nuk do të ndihen mirë. Sikur do të ndiheshin se ta nashkaluar ose si të pavlerësuar. Edhe këtë ndjeshmëri e kisha ndërdije.
Po, u përpisha pastaj, shkesha në klasë, bisedesha me ta dhe i tregesha që është të mirën tuaj, shokë dhe shokë që i keni edhe këta, që këta kanë qenë qëtë objekt. Kështë që duhet të respektoni, të qmani edhe të respektoni njëri tjetrin. Edhe bashkëpunoni bashkë, edhe ngrituni bashkë, edhe zhvillohuni bashkë, shëndetshëm edhe arrini rezultate. Ato këshilla sikur ata i mëshin të mirë qena, edhe nuk më kanë shkaktuar asnjëherë problem. Edhe një sfidë bukur e madhe edhe e rëndë ka qenë edhe koha e pandemisë, me të cilën jemi bashkë. Ishim edhe shkollë e madhe, edhe kishim shumë nxënës, edhe informatat ishin nga më të ndryshmet. Jo, do të këtë formë. Po, fatin është në atë rëmuj, ishtë zëvendës ministri i arsimit Xhelit Rexhaj, erdhi në vizitë shkollës edhe po bisedojmë për i tregoj kretat e planifikimit që kisha bërë për me fillu mësimin që kishëm kalu për mësimin të online, mësim të rregullt pastaj. Me thash, po kam shumë vërtërsi se shumë nxënës, 3485 nxënës, 4 ndrime, tash me grupin A, grupin B, hapësira e shkollës, shumë vështirë, platformë nuk kena që me mujtë bile disa online e disa kështu të në me ndru. Thash, kom planifikuar 30 minuta ora mësimit, pas s'muna me i përfshi prap një grup të nxënëse. Jo, tha, ti mund është me bo një zgjidhje të dytë. Thash, cilën? Tha, të lejohet ty 25 minuta ora mësimit. Grupi A, grupi B, ka 25 minuta, 50 minuta, sepse jenë në situatë çfarë je. Kështu më mirë pak të më ardhë fizikisht, edhe ajo ndjeshmëria dhe kontakti me fëmijët se sa veç online. Edhe e mora miratimin e tij, edhe e bëna zgjidhjen. Po. Bërë tash zgjidhjen e dytë që mos më taku nxënësit edhe grupet që veshin ndrimet. Edhe u bërë në shkollës e vendosa grupin e parë. Ata kur dëshin me dilshin në derën tjetër, dalën tjetër, ndërsa në hyrjen ku hishin nxënësit tjerë, kishin edhe rrështeshin nxënësit tjerë. Kështu që asnjëherë nuk e kishim kontaktin fizik të grumbullit të madh të nxënësve. Pandemia domethënë kishte ato specifikat e veta, por një element që duhet me nda me juve dhe me shikuesit, përmende atëherë distanca e nxënësve mes vete për shkak të mos takimit edhe fërkimit me trup për shkak të infeksioneve. Edhe pika edhe mund më fiksu pika diqysh sikur diçka shumë e rëndë, shumë e rrezikshme, shumë e frikshme, edhe për nxënës tash mund të më shkaktu shqetësime edhe të lashë edhe më të mëdha, sa të mosh edhe merri. Atëherë në shtëpi bëna një farë plani ideor, edhe bëna një skicë. Tash vend pikës po e vendos një mollë. Vend pikës tjetër një dardhë. Vend pikës tjetër një banane, një portokall, një rosh, një drezë, një figura të ndryshme të pemëve dhe perimeve. Edhe flasë me arsimtarën e artit figurativ Miradi Morinën, i thëmë kështu kam idenë, thotë o ide shumë e mirë. Tash po jam pak në dilemë se mësë ma keq interpretojnë të tjerët. Jo, të qanë e keq për të. Jo, thash për du me pse du me një psikolog. Një aktivora ishte në Fushë Kosovë një organizat, e kishë një psikolog edhe thrasë telefon. E i tregoj idenë kështu. Thot jo, thot ide shumë kreative, thot ku të ka shku mendja kështu. Edhe me njëherë në veprimin edhe një arsimtar edukat fizike, mirët edhe ajt me sallat, jo vijat, jo gjvijat, edhe vizatimi shkam përdore, e bënëm shablonin edhe të hinëm vend pikave, vendase frutat. Që mos zbut si përjetim. Po, si përjetim. Si cili fëmijë tash që ka ardhur ditën e parë, është vendosur në një prej atyre frutave ose perimeve, ai kur ka shkuar në shtëpi i ka treguar babit vet, familjes, nonës. Ky frut ka. Ky frut është i imi. Unë jam banania, ky tjetër jam dardha, ky tjetër molla, edhe atë ndjesinë e kënaqësisë se nuk është pika, po është dardha, një frut i dashur për ta. Kam parasysh. Edhe kështu që ka qenë diçka e bukur, si ndjeshmëri që fëmia mos më nif. Sigurisht, është një periudhë e vështirë, po që mendoj që edhe nga ajo situatë po besoj që kemi nxjerrë mësimet e duhura. Drejtor, dëshiroj pak të ndalim edhe tek një pjesë që ndoshta nuk na pëlqen shumë, prindrit e di që janë ata që befasohen me këtë rezultat jo të mirë, ka qenë 3-4 vitet e fundit nëse nuk ka bëj aktual çështja e testit PISA. Pse nxënësat tonë drejtor dalin jo mirë në këtë test? Ku qëndron problemi, se vlerëson ju këtë situatë? Po është bisedu edhe është trajtu kjo temë disa herë, edhe gjithherë jemi fajsu ne mësimdhënësit. Unë kam një mendim pak më ndryshe. E kam bisedu edhe me zyrtarët e ministrisë. Testi PISA kemi hyrë në atë vallë.
Viti i parë, viti i dytë, ndoshta mund ta sfidoj sepse nuk kemi pas informatat mjaftueshme sa duhet. Po. Me që i kemi këto informata, atëherë ministria do t'i marrë ekspertët më të mirë që i ka, edhe ata me fillu një model të pyetjeve që parashtrohen në PISA, me përgatit edhe neve me na përgatit edhe tekstet shkollore më shta në çet frym të testit të PISA-s. Mënyrë ne paraprakisht me fillu me u parapregadit. Pastaj shkolla e tretë faktikisht do të binte që ministria me caktuar trajnime të kësaj natyre më shumë që i përshtatet, që ne mu parapregadit si mësimdhënës në radhë të parë, me metoda, me forma, me teknika të ndryshme të punës, me të cilat ne pastaj do të punonim me nxënësit edhe në një farë forme në vitin e tretë ose në vitin e katërt, hajde që edhe vitin e 5 po e bëjmë. Po mas 5 viteve ne jemi me prap të fundit. Sepse ne përmendëm në fillim atje kur thash jam krenar që kemi nxënësa në Harvard që na kanë shkolluar dhe jo shkolluar atje. Do të thonë për kësaj shkolle kanë dalë ata nxënës. Si individ kemi shumë. Po asnjëherë s'jam vetë kënaq me individin, por gjithëherë kam thonë me shëmsim. Edhe me kolektiv, gjithëherë e kam atë frymën e bashkëpunimit, tolerancës, mirëkuptimit. Edhe kjo frymë na ka marrë edhe si kolektiv, se 120 mësimdhënës me dëshira dhe ëndra nga më të ndryshmet, edhe me halle të lashe nga më të ndryshmet. Edhe kemi gjetë një mesatar dhe kemi hecë në kam të shëndosha dhe kemi suksese bashkarisht, edhe në mbledhje dhe shpeshherë ju kam thonë, mësimdhënës të shkollës Mihaj Vramene janë heroj, sepse me 50 nxënës me ballafaquen në klasë, edhe me arrit rezultate, nuk është punë e lehtë. Edhe pagesën e kemi pas sjaj me 100 nxënës, si kë shkolla 100 nxënës, a me ka 12 nxënës në klasë, a mësimdhënës janë 50 nxënës, 2 paralele sa një shkollë e fshatrave tona. Edhe pagesën e kemi pas njësaj, s'kemi pas asë një diferencë ose një stimulim shtesë që jeni të super ngarkuar. Përka që krejt për fund drejtor, do doja një porosi, një mesazh nga ana juaj edhe për prindrit, por me theks të veçantë për nxënësit, të cilët qoftë ata për herë të parë që ulen në bankat shkollore, qoftë për ata që vazhdojnë në për vitet e tjera që ju kanë mbetur, një mesazh në këtë pregaditje, pra në këtë periudhë kur jemi fare pak ditë para nisjes së vitit shkollor. Fillimisht gjithë nxënës duhet ta duaj shkollën radhë të parë. Kur këta nxënës e duan shkollën, kanë mi dashur edhe mësimdhënësit. Kanë respektuar edhe rregullat. Edhe mbi premisin e këtyre rregullave, edhe dashurisë që tregojnë për shkollën dhe për mësimdhënësin, unë ju kam thënë edhe prindve, po përsëris edhe para juve dhe para opinionit, se asnjëherë nuk do të na mungoj suksesi. Por duhet veç me dashur. Kur duam një punë, një profesion, suksesi nuk na mungon. Po gjithëherë kam luftuar dhe luftoj edhe sot që në mënyrë ekipore të punojna sa më shumë e si ekipe të mëdha, të zgjerojmë, ta bëjmë degëzimin e madh të ekipeve, edhe kështu t'i tregojmë botës se vërtet jemi një kamp shumë i shkallë edhe jemi shumë inteligjent. Po e përmend edhe një element që e kam përmend edhe në një prej takimeve, po edhe me zyrtar. Jam më interesuar t'ju ndihmoj maksimalisht edhe nxënës me nevoja të veçanta, dhe kam pas nxënës të tillë që bashkëpunoj edhe me prindërit e tyre shumë. Po kemi një kategori që po e lëm anash, që është vlera kombëtare. Nxënës super inteligjent. Edhe ato me që është një organizatë që bën vlerësimin e inteligjencës të fëmijëve tanë, ata kanë vlerësu në shkollën time një adhejt mas pakti tash, 2-3 vitet e fundit, që kanë inteligjencën mbi mesatarin 133, 135, 37 kapi tyre. Dhe në ata kemi përmenda tash, ju lutem. Kombi shqiptar, po flasë si tërsi, kemi plot fëmijë të tillë që kanë inteligjencën mbi 130 e fiu. Atëherë kombi unë, edhe në diasporë, po edhe brenda shteteve ku jetojmë, duhet ta krijojë një fond të veçantë. Edhe ta ndërtojnë një institucion të veçantë, një qendër të arsimit të veçantë edhe mësimdhënës më të zgjedhur edhe më të mirë që kemi të suksesshëm të kombit tonë, nëse s'kemi mjaftueshëm me marrë edhe për jashtë. Edhe këta nxënës me këtë inteligjencë, brenda 10 vjeçarit, ti ke një super shtet. Sepse ata me drejtime të ndryshme, profesione të ndryshme, do të shpërndajnë dijen e tyre, edhe do të formojnë ekipet e mëdha, edhe kështu mas 10-15 vjeçarit
ne do të ishim një kamp i jashtëzakonshëm, sepse kemi fëmijë të jashtëzakonshëm. Atëherë do të punojmë këtë formë. Nëse s'punojmë kështu, Drejtor, të shpresojmë se gjërat do të rregullohen dhe niveli i arsimit do të shkojë nga viti në vit duke u ngritur, edhe është një gjë, është një aspekt që do të na bën të ndihemi mirë të gjithë dhe do të mburreshim me një gjë të tillë, sepse padyshim arsimi ka qenë ai që na ka mbajtur dhe vazhdon të na mbajë. Faleminderit shumë për këta minuta që ndat për neve dhe televizionin ton. Unë ju dëshiroj shumë sukses në punën tuaj të palodhshme që keni bërë dhe po vazhdoni të bëni. faleminderit për mundësinë që më dhat. Juve i dëshiroj shëndet dhe ekipit tuaj edhe sukses në jetë. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, pra ju sapo ndoqët intervistën me drejtorin e shkollës Mihal Grameno, Zotriun Ismet Gashi, me të cilin biseduam gjëre gjatë në lidhje me gjithë punën që edhe drejtori pra në punën e tij, pra si drejtar ka kryer për këto vite dhe dekada, por edhe për atë që zhvillohet pra çdo vit, me theks të veçantë në këtë periudhë kur po flasim, pra vetëm pak ditë na ndojnë nga fillimi i vitit të ri shkollor. Pas kësaj rubrike ne kalojmë tek mendimet e qytetarëve, të cilët do i pyesim për një çështje që do e ndjekim vetëm pas pak. Teksa tani miqtë mi të nderuar, është koha të dalim për të pyetur qytetarët tanë në lidhje me tematikën e sotme. Do flasim për arsimimin. Si është arsimimi tek ne si popull aktualisht? Në çfarë niveli është duke u zhvilluar ai dhe sa jemi të kënaqur? E pas mendimeve të qytetarëve, ne vazhdojmë tutje me intervistën me hoxhën e nderuar për të marrë edhe një pikpamje nga ai. Vallaj, Çfarë gjendje mendon se është aktualisht? nuk është bashkë duhet, nuk më merr mendja. Apo punon shteti ynë për me zhvillu këtë sektor? Shpresojmë se do të punoj, po për momentin nuk, Jo mira. vallaj, mus më merr mendja. Se di ku shkon më poshtë, nuk e di ka shkon. A ka mane, në tëna mënyrat dhe të prapë. Nuk ka ngritje, nuk ka zhvillim. S'ka kur fa zhvillimi, s'ka kur fa mësimi, as ka në zënë që në ranë kanë as uzdim sosa që farë e në tash. Vallaj në zenë djetë rëndë. Pse mendoni ashtu? Zdi. Zenë djetë shumë të rëndë. Dhe ja pra të nderuar shikues, pas mendimeve që ndoqëm të qytetarëve pra në lidhje me tematikën të cilën sot po e trajtojmë, pra që ka të bëjë me arsimimin si vlerë, tani është koha të zhvillojmë intervistën me hoxhën e nderuar krye'imamin nga Mitrovica, Recep Lushta. Nderuar hoxhë, selam aleikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit që gjetët kohë dhe pranuat që të ndajmë këta minuta pikërisht për temën e arsimimit tek ne si shqiptar dhe si musliman. Cila është vlera në fakt që arsimimi ka në konceptin fetar islam? Fillimisht bismillahirrahmanirrahim. Allah në falenderoj për din dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe senamet më të përzemër dhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj faleminderit për ftesën, se përket arsimimit. Arsimimi në islam nuk është thjesht që njeriu të arsimohet që të sigurojë një vend pune ose të sigurojë të ketë një profesion që thotë se kemi një profesion. Por arsimimi nënkupton që njeriu të arrijë të formsohet në aspektin e njohurive dhe diturisë dhe jo rastësisht. Allahu i Madhreshëm, ajetin e parë në Kur'an nuk na ka zbrit as me u fal, as me agjëru. Mirë po ajetin e parë në Kur'an, Allahu i Madhreshëm na ka zbrit lexo. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo në emrin e Zotit tënd i cili krijoi. Çfarë nënkupton kjo? Kjo nënkupton se njeriu nuk mund të arrijë as të besoj, as të kry asgjë në jetën e tij për pa qenë i ditur, për pa i njohur gjërat, për pa qenë i arsimum. Prandaj besimtari këtë duhet ta kuptoj drejt se arsimimi është një prej vlerave më të mëdha në fen tonë.
Sigurisht. Pra hoxhë, të ndryshe, ne si besimtar, si musliman, vazhdimisht jemi të thirrur që të jemi në kërkim dijes, në kërkim të njohjeve të reja, të cilat pastaj na shërbejnë neve, apo jo? Patjetër se besimtari çdo ditë mëson. Çdo ditë arsimohet. Dhe për këtë arsye, ne si besimtar nuk duhet të ndalemi në disa njohuri të vogla të cilat i kemi, por çdo ditë duhet të hulumtojmë, të mësojmë dhe të eksplorojmë për gjëra të reja të cilat neve na ngrisin, edhe profesionalisht, mirë po mbi të gjitha neve na formsojnë edhe në aspektin e besimit, të moralit, edhe përgjithësisë, se arsimimi nuk është thjesht vetëm që njeriu të arrijë një grad të kësaj dynjaje, kësaj bote, por me arsimim njeriu synon që të formsoj karakterin e tij dhe të kuptoj se kur njeriu është i arsimuar, ai ka përgjithësi më tepër se sa ai cili nuk ka arsimim, se sa ai cili nuk ka dituri. Dhe kështu Allahu i Madhreshëm Kur'an ka thonë: "Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Thuaj Muhammed, a ka mundësi me u barazu ata të cilët dinë me ata të cilët nuk dinë? Nuk ka mundësi me u barazu. Prandaj kur nuk ka mundësi që të barazohet i dishmi me të padishmin, edhe përgjithësia e njeriu të dishëm është më e madhe se atij i cili nuk është i dishëm. Prandaj ne çdo ditë duhet mësojmë, çdo ditë duhet eksplorojmë, çdo ditë duhet të shtojmë njohuritë tona dhe të zgjerojmë diapazonin e njohurive tona. Ndërsa në këtë kontekst, hoxhë, a mjafton që të jemi vetëm të arsimuar pa e kthyer kokën pas se sa edukat kemi fituar gjatë formësimit tonë, pra a duhet që këto dy tipare të zhvillojmë paralel njëra tjetrës? Arsimimi pa edukat është i pavlerë, sepse njeriu mund të arrijë gradat larta universitare, mund të arrijë edhe doktorat, edhe magjistratura, të kryejë çfarë do profesionit të tij. Mirë po nëse ky njeri nuk ka edukat, nuk ka karakter dhe nuk ka mirësjellje me njerëzit ata të cilët i rrethojnë, atëherë ky mund të quajmë i arsimum. Mirë po, jo një personalitet i formum me karakter dhe edukat. Sepse ne kemi raste shumë kur dikush ka arrit gradat larta shkencore. Mirë po, nuk i respekton prindët e tij. Nuk i respekton familjen e tij. Nuk është i sinqert, nuk është i drejtë. Pastaj edhe profesionin cilin ai e ka, mundohet me e shfrytzu vetëm për përfitimet e tij materiale të kësaj bote. Ndërsa harron se arsimimi të cilën ai e ka bërë, nëse nuk e bashkangjet formësimin edhe edukatën edhe karakterin, atëherë ky arsimim është një arsimim bosh dhe është i pavlerë. Prandaj ka dallim në mes të qenurit i arsimuar dhe në mes të qenurit i edukuar. Sigurisht. Në vendin tonë, por edhe në çdo vend të botës, thuajse të botës zhvilluar, arsimimi fillor është obligativ, hoxh, dhe i bie që në moshën 6 vjeçare të gjithë prindrit me shumë dëshirë, me shumë gëzim i orientojnë fëmijët e tyre drejt institucioneve arsimore. Por cila është pesha e prindit në formësimin edukativ të atij fëmijët dhe të ndërtimit të brezave të ri? Familja është baza e çdo shoqërie. Edhe në arsimim, edhe në edukim, familja është themeli. Për faktin se para se fëmiu të shkojë në shkollë, e të arsimohet, e të fitojë njohuri, ai duhet të edukohet në familjen e tij. Prandaj ne si prind, Allah i Madhreshëm na ka bërë përgjegjës për fëmijët tonë. Na ka bërë përgjegjës për familjet tona. Allah i Madhreshëm Kur'an thot: "O ju të cilët keni besuar, ruani veten e juaj edhe familjet e juaja nga zjarri i xhenemit." Ulemaja kur e kanë shpjeguar këtë hadith, çfarë kanë thonë? Ruani veten e juaj, duke mundu që vetë me e praktiku atë që ka urdhëruar Zoti. Duke u mundu me qenë i sinqert, i drejt, besnik, me kry obligime që Allahu na ka urdhëruar dhe mu largu për asaj që Allahu na ka ndalu. Pastaj këto mua transmetu edhe me
orientu edhe familjet tona, fëmijët tonë. Prandaj, fëmijët që është në veçli, mësimin edhe edukatën e marrin prej kujt? Prej prindit. E marrin prej prindit. Edhe secili prind duhet jetë i kujdesshëm. Që nëse dëshiron që fëmiu i tij të ketë një personalitet, edhe të jetë i edukuar, edhe të ketë një karakter të fortë, atëherë ne si prind duhet jemi ata të cilët do të jemi shembulltyra e tyre. Ata, nëse dëshirojnë me marrë një model, një jetën e tyre se si duhet me qenë një njeri i edukuar, një njeri i arsimuar, një njeri i mirë, duhet kthehen tek prindrit. Mirë po, nëse prindi vetë nuk është i edukuar, nëse prindi gënjen, nëse prindi nuk është besnik, nëse prindi nuk ka një edukat edhe nuk e ka frikë Zotin, atëherë çfarë edukate mund të jep fëmijët e tij? Për këtë arsye, familja është themeli i edukimit të shoqërisë, themeli i asaj edukatës fillestare që ne u japim fëmijëve tonë. Prandaj, këtë edukat, pastaj fëmijët e vazhdojnë edhe në shkolla. Kur ne i dërgojmë fëmijët në shkollë, shpesh e ndëgjojmë fëmijët pi arsimtarëve, pi mësuesve ty në thonë, e kam djalë të mrekullueshëm, e kam një vajzë të mrekullueshme, ka një karakter, ka një edukat, ka një sjellje të mirë, s'kam vërejtjen sjelljet e tij. Kjo çfarë kupton? Kupton se këtë sjellje, këtë edukat, këtë karakter e ka marrë ku? Nga familja. Prandaj familja ka një rol jashtëzakonisht të madh në formësimin e gjeneratave të reja. Gjithsa po kjo familje dhe po këta prind, kur fëmijën e tyre dorëzojnë pra në klasë të parë, i bie që po i dorëzojnë një emanet mësuesit që të cilin e kanë dërgu fëmijën e tyre. Pra, sa në fakt mësuesit, e po flas për periudhën e sotme hoxh, janë duke kuptuar drejt këtë emanet, këtë besim që prindrit u dorëzojnë në dorë fëmijët e tyre me një besim të jashtëzakonshëm, pra sa arrin ata ta kuptojnë dhe ta perceptojnë këtë vlerë kaq. Se sa nuk mund t'jap një vlerësim unë. Mirë po. Mund të themi se mësuesit kanë një përgjegjësi jashtëzakonisht madhe në edukimin dhe arsimimin e brezave. Ata duhet kuptojnë se fëmijët të cilët u dorëzojnë në shkolla nuk janë vetëm sa për me e marrë ata një pagë edhe me kalu një kohë në shkolla me fëmijët, por duhet ta kuptojnë se këta fëmijë janë përgjegjësi e tyre. Prandaj, një mësues i mirë mund të ndikojë shumë në formimin e personalitetit të nxënësve. Shpesh herë një fjalë e mirë e mësuesit, një këshill e mirë, mund të bëjë që të fëmiju me nxit atë motivimin edhe me shtu motivin për arritje. Shpesh herë, kur mësuesi ka punu me nxënës, edhe kur mësuesi i ka këshillu nxënësit ashtu si kur duhet që t'i këshillohen, atëherë vetë fëmijët, vetë nxënësit kanë marrë atë motivin shtesë për edukimin edhe për avancimin e tyre shkollor. Shpeshherë ne na ndodh që të shohim se ka nxënës të cilët në shkolla fillore, qoftë edhe të mesme, për shkak të problemeve ndoshta edhe në familje, edhe për shkak të problemeve ndoshta edhe me shoqërinë, hasim tek disa të rinj e disa fëmijë që bin një lloj depresioni. Po. Bin një lloj zhgënjimi total të asaj se çfarë do t'i pret jeta e tyre. E këtu është roli i mësuesit. Që mos të punoj vetëm me disa nxënës të cilët janë të familjeve autoritative, ose disa nxënës të cilët qysh start e kanë treguar veten se janë nxënës shembullor me nota, por të mundohen që me të gjithë nxënësit të punojnë në mënyrë që tek nxënësit të mbjellin dashurinë për leximin, të mbjellin tek fëmijët dashurinë për arsimin, të mbjellin tek fëmijët dashurinë për arritje shkencore, teknologjike, dhe që tek fëmijët krahas kësaj
të mbjellin atë karakterin e një personaliteti të fortë dhe të qëndrueshëm, i cili ka me qenë i pathyeshëm përballë sfidave të cilat ata i presin jetë. Prandaj, sikur që roli i prindve është jashtëzakonisht i madh, edhe roli i mësuesve, i arsimtarëve, profesorëve në shkolla, cilën do fazë të mësimit, qoftë atë fillor, të mesëm apo universitar, është jashtëzakonisht i madh në formësimin dhe personalitetit të fëmijëve. Hoxhi nderuar, të falenderoj shumë për këta minuta që ndat me neve dhe për këto këshilla kaq të harta dedikuar pikërisht kategorisë fëmijëve, nxënësve, tash kur na ndajmë vetëm pak ditë nga fillimi i vitit të ri shkollor. Faleminderit edhe juve dhe uroj që fëmijët tonë, nxënësit tonë ta kuptojnë se jeta nuk është vetëm dhënie pas teknologjisë. Teknologjinë duhet të shfrytëzojmë në të mirë, në avancim, mirë po të mos lejojmë që teknologjia të na shfrytëzojë ne, por ne të shfrytëzojmë teknologjinë. Prandaj uroj që këto tema të cilat po trajtohen të jenë tema të cilat me të vërtetë do të kenë një ndikim pozitiv edhe në shoqëri. Ju falenderit. Faleminderit shumë. E pra të nderuar miq, ju sapo ndoqët intervistën me hoxhën e nderuar nga Mitrovica, Recep Lushta, në të cilën trajtuam pikërisht tematikën e arsimimit, vlerën që ka arsimimi për edukimin dhe zhvillimin e brezave. E përveç se përfunduam këtë rubrikë, këtu është dhe fundi i këtij emisioni, deri në takimin ton të radhës. Asalamu alaikum.